thot kanë 3 lajme të bukura në lidhje me udhëtimet. Dhe jam këtu me Andin. Lajmi i parë dhe më i bukur, jemi për Sri Lanka Alma. Në 22 mars, jemi 7 net spektakolare në hotele me 5 yje, safari me kafshë e egra, do shohim një mrekulli botërore siç është Shkëmbi Sigirajës. Dhe ç'do të them, është një tur i mirë menduar në fillimin e fund, ka dhe plazh. Kemi oferta të çmendura për nëntorin. Do bëjmë atë teknikën e vjetër të marketingut të çmend pronari, por nuk është çmend pronari jo. Kemi ca oferta spektakolare për festat e nëntorit, sepse ne duam që të gjithë shqiptarët i çojmë për udhëtime. 11% deri në 15% ulje për gjitha udhëtimet tona. Jemi gjithë lajme sot, përveç se gjithë udhëtimeve në grup që ne ofrojmë, se patjetër që kemi klientë që duan të kenë të gjitha mirë menduara, kemi edhe disa opsione të tjera për paketa individuale, që do thotë ke fluturimin dhe akomodimin në hotel. Se ti mbase s'do të rish me grupin, që të gjithë mund të na shkruajnë çdo moment, kush nuk do të vinë në këta udhëtime në grup, mund të vitë individualet. Keni një ëndër udhëtimi. Mjafton të telefononi dhe kjo ëndër realizohet. E doni në grup, e doni individual, si të doni, me çmim të mirë, me çmim të shtrenjtë, me hotele me 5 yje, me hotele me 4 yje, të gjitha opsionet. Si e thua dhe ti, këta të paketojnë, se e ke thënë shumë bukur. E rëndësishmja është që duhet ta përmendim gjithmonë që kush klient vjen tek zyrat tona në Tiranë ose në Elbasan, nuk del pa bler diçka në ne, sepse kemi opsione të pafundme. Nga opsioni më i lirë, domethënë na një paket 17 euro, deri te një e shtrenjtë që mund të jetë në një destinacion që s'e ke imagjinuar asnjë. Dhe keni parasysh edhe një gjë, Elite Travel nuk është thjesht një kompani, Elite Travel është një familje që kujdeset për ty në çdo detaj, në çdo moment dhe gjithmonë je i sigurt. Vetëm Elite Travel e kam provuar vetë.